Përshëndetje të gjithëve ju miq që keni hyrë në live-in tim, ku do qëndrojmë bashkë gjatë natën e sotme për të folur dhe për të diskutuar me personazhet e mi. Nuk do të jem vetëm sot në këtë live, do të kem dhe personazhet e mi, do të flasim për tradhtinë bashkëshortore, do të flasim për bulizimin, një 34 vjeçare e cila gjithë jetën e saj është bulizuar, ajo do flasi në këtë live. Kemi një grua 55 vjeçare që do ndajë eksperiencën e saj pikërisht me tradhtinë që ka pasur nga bashkëshorti i saj, një eksperiencë jo fort e mirë. Është një dritare që jep shumë mundësira. Këtu hyn shumë njerëz live, shumë njerëz që na komentojnë, shumë njerëz që mund të na ndihmojnë me informacione, shumë njerëz që përcjellin mesazhe shumë të bukura. Dua ta nis me historinë e një vajze me emrin Majlinda Deneku. Në fakt Majlinda që kur ka lindur ka ardhur në jetë me shumë probleme, me anomali në gjymtyrët e poshtë më sakt, dhe pas moshës 30 vjeç, ajo pati edhe deformim në pjesën e fytyrës. Kjo gjë solli që në vendi ku ajo jetonte të bulizohej nga e gjithë shoqëria. Kjo vajzë nuk mundi dot të shkonte në shkollë, të ulej në bankat e shkollës, për shkak të paraqitjes së saj të jashtme. Por edhe problemet brenda familjes nuk kanë qenë fort të mira, nuk e kanë mbështetur të gjithë njerëzit. Ajo do rrëfej gjithë jetën e saj këtu live me mua, kështu që Majlinda Deneku është aty live në TikTok dhe unë do ta ftoj që të jetë me mua për të folur. E dashur Majlinda, mirëmbrëma. Mirëmbrëma të gjithëve. Të falenderoj që pranove të vije në programin tim, në emisioni Pa Gjurmë, të falenderoj që more guximin dhe të shfaqeshe në një media, të hyje në këtë live me mua, duke ditur që je bulizuar gjatë gjithë kohës. Unë dua të them që je një vajzë jo vetëm e zgjuar, e kulturuar, por ti je e bukur ashtu siç je. Faleminderit, jeni të bukur ju si staf, që ju falenderoj vërtet shumë për punën e mrekullueshme që keni bërë, si ti, si Leo, gjithë stafin tuaj. Ju falenderoj vërtet shumë. Edhe unë falenderoj stafin tim. E dashur Majlinda, unë jam i sigurt që njerëzit tani që janë në këtë live do na bëjnë shumë pyetje për ty dhe unë do të pyes e para dhe më pas do japim përgjigje të gjithëve personave që po na shkruajnë, se shikoj që pas ka shumë komente në këto momente. E dashur Majlinda, dua të pyes për jetën tënde. Çfarë ka ndodhur me jetën tënde? Ti erdhe në këtë jetë fatkeqësisht me shumë probleme shëndetësore. Kam lindur me një deformim të kema, ku kema majtë është gati 15 cm e shkutur. Kam bërë një protezë, kam qenë 8 herë në Vjen të Austrisë, ku kam bërë 18 ndërhyrje njëra mas tjetrës, për pa sukses. Në moshën 15 vjeç, më kanë dalë 2 gjendra në fytyrë, kur nga gjendrat në fytyrë janë bullizuar shumë, po shumë. Madje edhe mrem kanë hapur një adresë me emrin tim, me fotot e një miku tim, kanë hapur për të më bullizuar dhe sharet pa fund në TikTok. Dhe mua më vjen keq që në këtë faqe ku jemi të dyja, ti je bulizuar nga njerëz të ndryshëm, teksa ti ke marrë guximin pas shumë vitesh që ke qenë izoluar, s'ke dashur të bësh fotografi, nuk e dashur të kesh një adresë në Facebook me fotot e tua, siç bën kushdo, siç çdo njeri ka llogari në Facebook, në TikTok, në Instagram, ti gjithnjë ke dalë me foto jo të vërteta, me foto që i ke marrë nga interneti, vetëm e vetëm. Okej. Më falni. Nuk ka gjë, rehato, dua që ti jesh mirë, ti jesh komode, ti je në shtëpinë tënde, unë jam në shtëpinë time, ti jemi komod dhe të flasim të dyja. Forca të gjithë, i bëjmë komente të bukura, të japim forcë dhe zemër kësaj vajze që ka shumë nevojë. Po, gati jam. Pasi jam me një kemë e gjysmë të shkutur, siç kam mund ta fokusoj. Dhe duket qartë, njëra këmbë është më e shkurtër dhe tjetra është më e gjatë. Ti sapo na tregove pikërisht 2 këmbët e tua, problemet që ke te këmbët, që ke bërë operacione në Vjen të Austrisë me ndihmën e shumë njerëzve, por që nuk pati ndonjë rezultat. Pra ti vazhdo të kesh probleme me ecjen. Po, kam probleme, ka bërë një protezë, siç e kam treguar dhe në studion tuaj.
ku në datën 4 dhjetor unë kam mbyllur letrat e kempit dhe doktorët më thanë që ti nuk e përfiton se pse je aftë për punë. Në këtë gjendje unë jam aftë për punë. Dhe ky është një Kam skandal. bërë Është një skandal. bërë Do me thënë, ankimimin, institucionet në qytetin e Lushnjës të kanë thënë që ti je aftë për punë dhe nuk meriton kemp. Po, Ky është skandal, sinqerisht. zemër, dhe para 2 javësh ku kam vajtur në Lushnjë në datën 17 janar kam marrë fletën që kishte ardhur vendimi që në datën 1 më tha që kishin çuar 924.903, thash nuk jam dakord me këtë. Me këtë vendim që ju keni dhënë dhe kërkoj rikomisionim. Kam bërë ankimimin, i kam shkruar te avokatit të nderuar zotit Adriatik Lape që më ka thënë që do kesh 10 avokat, edhe ai kam hapur sipër gjithçka, të cilin na falenderoj pa fund. Uroj dhe unë, uroj që të ndodhi. E dashur, ti nuk e shkuar asnjëherë në shkollë, nuk e ulur asnjëherë në bankat e shkollës. Jo, asnjëherë. Se, kështu vendosën prindit e tu që ti mos të shkoje në shkollë? Po, sepse kisha kema me probleme, nuk rria do të ulur në bank. Por fatmirësisht ti di të lexosh, di të shkruash dhe na trego pak. I mësove në kushtet e shtëpisë, kush të ofroi ndihmë? Fal një shoqes time të cilën e kam konsideruar motër dhe do të mbetet motër. Më kam mësuar të shkruaj, më kam mësuar të lexoj, më kam mësuar të bëj llogarit, më kam mësuar të numëroj lekët, të njoh lekët. Ka bërë shumë gjëra. Si quhet kjo Kjo shoqe? është Denisa. Denisa, se dua ta përshëndes Denisën, nëse ajo mund të ketë hyrë në këtë live dhe na ndjek, që pas ka bërë një punë kaq të madhe me ty. Sa vjeç ke qenë kur mësove të shkruaje? Diku te 11-12 vjeç. Familja juaj nga sa antar përbëhet? Nga 4 antarë, pasi me gjithmonë 4, pasi babi ka ndruar jetë para 4 vitesh. O, ngushëllime, dashur. Ju keni nënë? Keni një vlla dhe tjetër? Dhe një motër. Edhe një motër. Si ke pasur marrëdhëniet me ta? Mirë zemër. Mirë të themi, jo dhe aq mirë. Kur themi jo aq mirë, ata nuk kanë qenë pranë teje, nuk të kanë mbështetur? Po, nuk më kanë mbështetur. Nuk kam patur mbështetje, nuk kam patur ngrohtësinë e duhur. Por pse ka ndodhur kjo gjë në familjen tuaj? Duke ditur që ti ke qenë fëmia që ke pasur nevojë për më shumë kujdesje nga prindrit, nga motra, nga vllai, për shkak të problemeve që kishe. Pse ata kanë qëndruar kaq të ftohtë me ty? Nuk e di arsyen, cili ka qenë shkaku. Po brenda familjes je bulizuar? Shumë herë. Pafund. Sa mbyllëm në dhomë dhe rriqaj vetëm. Pra ti nuk je bulizuar vetëm nga rrethi shoqëror, nga banorët fqinjët, banorët e zonës, por je bulizuar dhe brenda familjes. Po, Është ushtruar dhunë ndonjëherë ndaj jush? po, Kush ka ushtruar dhunë ndaj teje? babai dhe vllai. Babai dhe vllai të kanë dhunuar. Mund na tregosh pse të kanë dhunuar? Shkaku dhunës është bërë kempi në vitin 2013 që mungoj kempi im 6 muaj dhe kujtonin se i kisha marrë lekët dhe i kisha prishur, por problemi qëndronte se nuk ishte fonde bashkia. Ai kemp që merje ti, që është vetëm për ty, për mjekimet e tua, e shfrytëzonte vllai me babain? Po, E dashur Majlinda, pas ke kujtime jo fort të mira. të hidhura. Kush ka qenë njeriu që je mbështetur më së shumti dhe ke ndarë sekretet? Ka qenë një djalë i cili e kam njohur sot e 4 vite këtu në TikTok, i cili po bën një dënim në burgun e Kordalos. E dashur Majlinda, ti ke njohur një djalë në TikTok thjesht si një shok apo pate në një lidhje me të? Thjesht si shok, si vlla, i kam thënë thjesht vlla, ka thënë motor dhe jemi bashkë, sot e 4 vite. Është i vetmi që nuk më ka bullizuar, është i vetmi që nuk më ka sharë. Në momenti që ti ke treguar fizikun dhe pamjen tënde?
Po, është i vetmi që më ka thënë bëu efort, jepi forca vetës. Por ai ndodhet në Burg aktualisht. Ai ndodhet në Qeli. Për 6 muaj del. Ti ke adresë në TikTok, ke adresë në Facebook, në të gjitha faqet, por asnjëherë nuk e vë fotografinë tënde. Sepse njëherë që edhe sepse edhe para 2-3 javësh që u hodha 2 foto të mia, ishin futur disa në këta të TikTokut, më kishin marrë dhe më kishin bërë meme. Kishin bërë meme? Po. Po çfarë kishin bërë? Në fjalët më banale. Jo, shumë e trisht, sepse në këto momente ne kemi shumë njerëz live dhe po shikoj që po të mbështesin, po të shkruajnë fjalë shumë të bukura, po na përcjellin këto komente që po i lexoj në këto momente, po na përcjellin një energji shumë pozitive. Edhe mua, por edhe ty, kështu që i falenderoj të gjithëve. Ju që po më shkruani këto momente, do i lexoj të gjitha. Sado që të më bëjnë meme, sado që të hapin adresa me emrin tim, prap nuk kam për të më mposhtur kurrë. Të gjithë së bashku, ne mund t'i themi stop bulizimit, sepse disa gjëra nuk i kemi ne në dorë. Ne kur vim në jetë, të gjithë vim foshnje të pafajshme dhe nuk është në dorën tonë as bukuria, as paraqitja, as gjë. Kështu që është e rëndësishme që njerëz të cilët kanë probleme të tilla, deformim në pjesën e fytyrës apo probleme shëndetësore, ne duhet i mbështesim dhe të jemi pranë tyre. Të dashur miq, kjo vajza që ndodhet këtu te dritarja me mua nuk ka dashur të vite programi pa gjurmë për shkak se ka pasur frikë se mos bulizohet dhe se mos njerëzit mund të marrin videot dhe t'i bëjnë virale. Unë jam lutur shumë Majlindës që të vinte në studion e emisionit pa gjurmë, të gjente forcën dhe të dilte përpara qindra shqiptarëve dhe të tregonte kush ishte. Ajo e bëri, erdhi në programin tim dhe më pranoi që do hyj live edhe në TikTok me ty për të nxjerrë imazhin tim përpara gjithë dhe ju që po na shikoni dhe plot zemra po vi në këto momente, plot zemra që po na dërgojnë. Ju falenderoj të gjithëve. Dhe të gjitha këto nuk janë për mua, janë për ty, Majlinda. Ju falenderoj të gjithëve miq. Zoti ju bekoft. Do thoja edhe diçka, se ka shumë meshkuj që marrin fotot e femrave për të bërë me famë ose për të bërë VIP, që të cilët janë familjarë dhe shkatrojnë familjen. Unë do ju thosh atyre femrave, bëuni të forta, mos shkatroni familjet, thjesht bëni denoncim, reagoni ashtu siç reagova unë. Thjesht reagoni, mos heshtni. Me mua, e disa veta po bashkojnë këto momente që po duar trokasin. Kështu që kjo duar trokitje ishte vetëm për ty. Çdo femër të reagoj me një herë. Mos u tremni, sepse në gangut e TikTokut ne nuk kemi frikë me. Kemi patur deri dje, por sot mjaft me. Stop. Dashur Majlinda, do më lejosh të pyes? Patjetër. Ndoshta unë jam gazetare dhe do njëherë ju çik më thellë se ç'duhet. Normal. Si çdo vajzë, edhe ti ke nisur një histori dashurie. Është një djalë që vërtet e dua shumë dhe më do shumë, ka pranuar kështu siç jam. E kam pranuar ashtu siç është. Bravo. E ke njohur njeriun e zemrës. Normale, në TikTok. Në TikTok. E ke njohur, sa kohë keni bashk? Po thua 6 muaj. 6 muaj. Keni folur me kamera? Jeni prezantuar me njëri tjetri? Normale që po. Më vjen mirë. Normale që po. Dhe të uroj të kesh sa më shumë dashuri dhe të martohesh sa më shpejt me personin e zemrës. Faleminderit. Do jeni të ftuar në dasëm. Oh, faleminderit. Me shumë qejf do e pres ftesën e dasmës. Është i vetmi që kur e kam hapur kamerën për herë të parë, nuk më ka bullizuar, po thjesht më ka thënë janë gjëra të jetës. Sot e ke ti këtë problem, nesër mund ta kem unë. Fatit nuk i dihet. Me fatin nuk hajmi dot. Vetëm kaq më ka thënë. Dhe si u ndjeve në atë momente kur një mashkull të tha këto fjalë, besoj i ke dëgjuar për herë të parë në jetën tënde këto fjalë nga një mashkull. I kam dëgjuar për herë të parë dhe jam vërtet shumë e lumtur me ata. Që vetë vdekja më të ndaj prej ti. Më vjen mirë, se shikoj sytë e tu që janë të qeshur kur flet për dashurinë.
Kur flet për atë person, ja vlen. Ja vlen vërtet. Të uroj fat, dashuri me atë person dhe më vjen Faleminderit. shumë mirë që ke njohur personin e zemrës. Më vjen shumë mirë që e ke njohur dhe ke 6 muaj që të ka ndryshuar jetën dhe të ka bërë të lumtur. Dashuria të ndryshon. Normal. Ti aktualisht jeton në Lushnjë? Vetëm me nanën në një shtëpi të rënduar, ku kam bërë 4 ndërhyrje në fytyrë të pjesa e fytyrës të gjendrat dhe kërkoj nga shqiptarët të më ndihmojnë që mund të bëj një pak te fytyra. Ti linde me probleme tek gjymtyrët. Pjesa e fytyrës filloi pas moshës 30 vjeç. Në moshën 15 vjeç më kanë dalë 2 puçra, të cilët unë i kam acaruar dhe ku të dolën 2 puçrat në fytyrë? Të pjesa këtu dhe këtu. Unë i kam gërbishur edhe më shfaqën 2 gjëndra. Po. 2 gjëndra të cilët shkaktuan dhimbje të padurueshme. Nuk kam lënë mjek pa vajtur në të gjitha spitalet, te Nën Tereza, te Ushtaraku, në Fier, nuk kam lënë mjek. Derisa arrit të gjeta një mjek të duhur, të cilin e falenderoj doktor Nardi Kolën, për opera 4 ndërhyrjet që ka bërë njëra mas tjetrës çdo 6 muaj, asaj të pjesa këtu më tha ke afër syre dhe mund të bëhet vetëm te amerikani. Kanë sjell probleme edhe me shikimin tënd? Po, nga syri majt unë kam humbur shikimin, nga syri djathtë shikoj 80-90%. Duhet bëjt këtë ndërhyrje të pakën të shpëtoj syrin tjetër. Pra nga njëri syti nuk shikon fare? Nga ky jo, fare, zero. Kam bërë shumë ndërhyrje. Sa kushton ky operacioni? Ky operacion mund të kushtoj 3.000-4.000 euro të amerikani. Dhe për kaq para, 3 deri në 4.000 euro, ti e ke lënë operacionin se s'ke mundësi. Nuk kam mundësi, jetoj në një kushte shumë të vështira ekonomike. Do premtoj që do lidhem me institucionet dhe të bëjmë të pamundurën që të kryesh dhe ato operacion. Besoj që do ketë njerëz me zemër shumë të mirë për të ndihmuar që të mblidhet ajo shumë, 3 deri në 4.000 euro që ti të kryesh të operacion pikërisht për atë gjendër që ke shumë afër syrit dhe rrezikon të humbur shikimin. Shumë faleminderit juve dhe të shqiptarëve. Qofshin ata që japin mesazhe pozitive, qofshin edhe ata mesazhe negative, secili ka të drejtën e fjalës, unë nuk mërzitem. E dashur, unë do marr telefonin tani, se duhet të respektojmë pak edhe audiencën dhe të lexoj komentet çfarë na kanë shkruar. Edhe t'u japim përgjigje bashk. Atëherë përshëndetje, sa po vin. Bravo, ju ruajt Zoti. Është një koment. I dua të gjitha komentet për Majlindën sot. Asnjë për Odetën, i dua të gjitha për Majlindën. Zoti të ndihmoft Majlinda. Përshëndetje nga Zvicra, ju përshëndes edhe unë. Kemi shumë shqiptarë Majlinda në këtë live që janë jashtë territorit të Shqipërisë. Po na shkruajnë nga Zvicra, po na shkruajnë nga Roma, ndërkohë që parë teksa ne po flisim të dyja shumë mesazhe që i ka pa dhe po i lexoja, që t'i jepnin forca ty e dashur Majlind. Faleminderit. Që ti jesh e fortë. Shumë faleminderit. Dhe ti jesh krenare për atë që je. Mi mbroma nga Italia. Unë dua t'i bëj dhe një pyetje audiencës time në këto momente që Majlinda tregoi shumë momente të vështira nga jeta e saj dhe ajo që mua më bëri përshtypje ishte që ajo nuk përfitoi kemp sepse institucionet i thanë ti je aftë të punosh. Si mund të jetë aftë Majlinda teksa na tregoi edhe gjymtyrët e saj që ajo ka të vështirë të eci dhe jo më të punoj. Kjo është e tmerrshme, por jetojmë në Shqipëri dhe ndodhin këto gjëra dhe mua më vjen shumë keq, sinqerisht Majlinda, por jam e sigurt që institucionet do reagojnë. Ne kemi qenë të dyja live në transmetim nga Report TV në emisionin Pa Gjurmë, e kemi ngritur zërin fort, të kam mbështetur jo vetëm unë, por gjithë stafi im dhe jam e sigurt që do ketë reagime nga institucionet e qytetit të Lushnjës, sepse ti meriton jo vetëm kempin, po meriton edhe më shumë se kempi. Përshëndetje nga Gjermania, përshëndetje.
E ndoqja emisionin tuaj Noel, me faleminderit. zemër dhe më prekur shumë historia e kësaj vajzës. Majlinda, të bekov Zoti, ty thot, Egla Faleminderit që na zemër. shkruani. Un kam gati 2 muaj pa marrë kempin. Si mund të rri unë pa ilaçe, pa vizita, pa kurime, pa gjë? Ma vjen keq. Ndërkohë na ka shkruar Dita nga Kanadaja, përshëndetje nga Kanadaja. Kemi live edhe nga Kanadaja. Në këto orë, nuk e di se sa është ora në Kanada. I falenderoj vërtet shumë. Odeta zemër, duhet të reagojmë për ata persona që kanë hapur adres në emër të kësaj vajze. Po, dhe unë dua t'i bëj thirrje në këtë moment të gjitha atyre personave që hapin adres në emër të Majlindës, marrin fotot e saj, e bulizojnë, e ofendojnë, bëjnë video virale, çfarë përfitojnë në fund? Këtë s'kuptoj. Çfarë përfitojnë këta njerëz që bëjnë këto veprime kaq të shëmtuara dhe i lëndojnë njerëzit kaq shumë dhe i bëjnë të vuajnë. Çfarë kënaqësie kanë këta njerëz kur i bëjnë të tjerë të vuajnë? Të gjithë të reagojmë dhe faleminderit e dashur që e shkruajtë këtë mesazh, të gjithë të reagojmë për t'i thënë stop bulizimit dhe për ta mbrojtur Majlindën, ku videot e saj, fotot e saj janë bërë virale në TikTok nga disa njerëz të papërgjegjshëm. Majlinda, jemi me ty, shkruan dikush. Shumë faleminderit. E njoh buzën, e njoh se kam fanse. E shikon sa veta janë me ty? E shikoj. Unë do të bëja dhe thirrje dhe institucioneve shtetërore, policisë të marrin masa derisa fotot e mia të fshihen. Fotot e tua vazhdojnë të jenë akoma në rrjetet sociale? Po, e kuptoj qartë. Por këtë live-in që po bëjmë të dyja, unë do ta shpërndaj. Do ta shpërndaj dhe ti asnjëherë mos e ul kokën dhe asnjëherë mos qaj të mbyllësh e vetëm në zonë. absolutisht. Dashur Majlinda, të duam, shkruajnë të gjithë. Edhe unë të dua forte, dashur Majlinda. Ne të dyja jemi takuar nga afër dhe ishte shumë kënaqësi që të pata në studion time. Do mbetemi bashkë në kontakt për gjithçka, të uroj më të mirat e kësaj jete dhe mbi të gjitha. Ti e dashuruar, ke një djalë që të do dhe të respekton. Vetëm këtë mendon dhe mos u mërzit fare nga ato gojat e liga që të marrin foto dhe të bëjnë këto gjëra. Harroj, vëri një kryq. Jetoj jetën tënde, e lumtur e dashur, dhe dua që ta mbyllim të live bashkë me një mesazh që do të japësh. Ndoshta për fenomenin e bulizimit, pasi ti e ke përjetuar që fëmijë këtë gjë, je bulizuar dhe brenda familjes. Këtë këtu e kam përjetuar dhe kam të kaluar ka 4 vite, por do t'i bëja thirrje personave të cilët kanë hapur adresë me emrin tim, me fotot e mia, me fotot e një miku tim, të mbyllin urgjentisht adresat, të fshin fotot e mia, ndryshe do ta posojnë keq. I bëj thirrje edhe policisë kriminalistike që të reagojë sa nuk është bënë. I bëj thirrje edhe policisë shtetit të marrin masa sa nuk është bënë, sepse po abuzohet, po ofendohen persona me aftësi të kufizuar. Mendoni sikur të isha motra juaj, vajza juaj. Kaq. Edhe për vajzat këtu që marrin foto do t'i thoja që të reagojnë, mos të ishtin më. Bollna. Majlinda, pse mërzitesh nga njerëzit e shpifur? Kjo botë ka shumë njerëz të ndyrë. Ti je e fortë dhe ne të duam, shkruan dikush në këto momente për ty e dashur. Faleminderit zemër, dhe unë të dua shumë. Mirë, unë të përqafoj dhe të puth. Ju përqafoj të gjithëve, mirupafshim, të puthoj. Mirupafshim zemër. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Gjermani, unë do hap dritaren për një shqiptare nga Kosova, Merita Rexhaj, e cila ka 20 vite që jeton në Gjermani dhe ditën e sotme do t'rregoj një ngjarje që ajo ka mësuar nga media gjermane, ku bëhet fjalë në fakt në kufirin mes Gjermanisë dhe Italisë është gjetur një trup, një kufom, ku dyshohet se i përket një shqiptare, një histori që bëhet fjalë për një varr pa emër që ndodhet aktualisht në Gjermani dhe ndoshta nuk dihet se për kë vajzë shqiptare të humbur mund të bëhet fjalë. Për të mësuar më shumë detaje rreth kësaj historie, do të jetë pikërisht Merita që do na i tregojë dhe hap dritaren dhe menjëherë përshëndes. Merita, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje Odeta edhe për juve prej Esenit, Gjermanisë. Jeton në Gjermani? Po, jetoj në Gjermani.
E dashur Merita, unë e lexova mesazhin tuaj që më kishte dërguar dhe realisht u shokova se bëhet fjalë për një vrasje për një femër shqiptare në Gjermani me aq sa kuptova. Mund të Ka qenë kjo, unë i kam vajza i ka 18 vjetë, unë sa kom pas lind vajzën, fillimi, për ata i di sakt viti, edhe ka qenë televizion Gjerman këtu. para 18 viteve. Para 18 vite. Edhe ka qenë te kufini Itali me Gjermani atëherë. Po. Roma, ku është gjetë. Edhe aty ju dyshojke, por ishin ka shumë kjo në dokumentari që u bë për ato, se aty ka pas shumë vrasje, por njëra ndërto ka qenë kjo vajza. Edhe aty që ju spjegoj që ka pas ngjyrë blu, kostim ngjyrë blu të veshun, edhe ajo ka qenë e dëmtume, atë ka qenë kufoma e dëmtume, ata e kanë improvizu përmes vijave të fytyrës e kanë improvizu, dilke një zeshkane, dilke me floka qurele. Dhe gjona që i ka pas shisha e verës që u gjetë aty, ka qenë e bleme në Itali. Dhe aja ka pas një diçka, nuk po më kujtohet, tasha ka qenë unë naz, a bath, nuk po më kujtohet, edhe ato kanë qenë bleme në Itali. Edhe, do me thonë, për Italis, nuk ka pas njerit mungum në atë kohë. Edhe u dyshojke që aja ka qenë një prostitut shqiptare. Ajo e gjujtne, e kanë gjujt edhe e kanë gjujt prej veturës, edhe ka gjetë, nuk po kujtohet tash a ka qenë unosa, a kanë qenë të sajna, edhe u gjetë aty edhe ofër u gjetë një shishe verë e zbrazët. Dhe policia ka zbuluar se të gjitha këto ishin blerë në shtetin italian. Të gjitha këto ishin blerë në shtetin italian edhe përmes garderobës të asaj, që ka pas ajo vesh, ka qenë një markë që u blen në Itali. Do me thonë, u dyshojke jo, pa ata ishin shumë sigur që ajo vojzë është një prostitutke e ardhën nga Shqipëria dhe derisa ata tutorët janë gi me to dhe e kanë prunë kufi Gjermanisë, kanë përfundu me jetën e sajna dhe e kanë lënë aty. E të mërshme, por pse policia gjermane dyshoj që mund të ishte një shtetase shqiptare dhe jo një shtetase ku ta di unë? Pasi në Itali nuk kanë, kur kanë bisedu me italian në atë kohë, në Itali nuk kanë qenë asnjë e zhdukur. E munges, asnjë e humbur. Për ata dhe kanë dyshu se shteti italian nuk është shtetare jona, se normal në atë kohë, kur Shqipëria dhe Kosova endës kanë pas gishtërinjt, apo kupton? Italia dhe Gjermania veç i kanë pas. Përmes gishtërinjve, aja nuk ka qenë italiane. Nuk ka qenë shtetas italiane, po ndoshta mund të qenë një emigrante në Itali, siç ndodh me vendet e treta të varfra, siç është Shqipëria, fatkeqësisht që mund të ketë emigruar dhe mund të ketë bërë punojësen e seksit dhe mund të ketë qenë në Itali, por unë jam e sigurt që Gjermania është bazuar që është shtetas shqiptare sepse në ato vite shumë femra shqiptare fatkeqësisht janë trafikuar në rrugët e Italisë. Adita është të mërshme përmes dokumentarit kur falqin ata ishin sigur që është shqiptare sepse atëherë u flitke që mbi 80% e vajzave në rrugë janë shqiptare Shqipërisë. Edhe one e kam një rast që sot të qeta kur më kujtohet, kur kom ardhën kur kom shku në kohë e luftës Kosovës. Unë e kam qenë vajzë e pamartume. Edhe u konë të mërshme vajzat u vunojshin e krejt edhe familja, unë e kam pas vllain në Zvicër edhe familja e banë pa mundërën më largu mu prej aty hit. Edhe tash ti e din që kanë qenë ato lidhjet kemi udhëtu përmes Sarajevës, Kroaci, Sloveni, Itali. Edhe në Itali, në Milano, në stacionin e trenit, ne më rrinëm para mëngjesit, ishte dikon para orës 5. Edhe tash, aty, na ishëm plot njerës, kishte gra, fmi, djerë, qësë fare, me mu, grupi me muë. Tash i preq, unë i preq atë dikan tjetër me armë, morë se cili vish tani me kjerën atë që ishin neve në Zvicër. Edhe unë e shoh një vojzë, te kurudha aty, një fustan të bardh, e zhytën, e dopt, e lodhën, e raskapitur, nga empatia, unë nuk musha me alargu syt. Nuk dojsha, se unë e disha çfarë pune ban, aja se u vrejt aja çfarë pune ban, unë nuk dojsha, mirë po prapë se prapë për empatis,
e shiqojsha, edhe ajo mbreti që unë po e shiqoj. Edhe ndërkohë erdhi një moment, veta unë vetëm aty, edhe mu afrua jonë mu. Edhe më tha, je nga Kosova, sa janë dëgjoj që nuk e folë shqip. Je nga Kosova, i thash, po ti prej ka vjen, tha prej Sarande. Thash, nuk po vjen keq, unë nuk po du më të përzi në jetën tonë, ama s'po të shoh mira, je mirë ti. Më tha, veç më tha, kështu edhe më zban, tha shumë pyetje. Thash jo, në rregull është. Edhe nuk, unë e di që edhe emrin e jam ka tregun atë ku, por nuk më kujtohet emri. Ma vonë, ajo ton kohën, veç u sjell ka aty edhe sigurisht kërkoj ke kliente, nuk e merr ka askush. Edhe ndërkohë unë e pi cigaren, edhe ajo më shem muhe të pi cigare. Edhe ka qenë aparati i cigare, aty ofër, atëherë i shumë grup, na trapi shumë grup pas 1-2 ore. Edhe aja ka shku të aparati cigare, mi ka nxjerr t'i kutia cigare, edhe mi ka dhonë mu. Edhe i thashune, jo, nuk ka nevoj, tha jo, se ti e prej luftës, e ikon e kime vazhdu rrugën tutje, edhe veç që folje shqip me mu, po du, ama ishte non-stop e frigu me shqiqaj ke anash, ape kupton, ape shef dikosh, edhe unë i mora atë cigare. Ma ndaj këta kosovarët e tjerë, thëj shqip mu mos i pe, sa aja është prostitut, i ka bo me drogë, ta shej, unë e posh prej aparate, kur i nëzur, nuk o shonë, dhe bashkë për i manë se mi dha me gjithë zemër. E kështu, a ky rasti i Gjermanisë, ndoshta. Po para se të flasim me dashur Merita te rasti i Gjermanisë, do të pyes, vajza që takove në Milano, që ishte nga Saranda, un kam një zonjë të humbur nga Saranda, Majlinda quhet, nëse të kujtohet emri, kështu e kishte emrin? Sepse dhe ajo nga Milano Italis ka humbur. Ajo ka qenë flokët e bardha, e shkurt me trop, e dopt. Bjonde dhe e shkurtër. E shkurtër. Bjonde, nuk me thonë tash unë sa jam unë, 1.64, shumë ma të citem, po aja kam pas edhe në kustan dalët edhe unë e di ka qenë janari, u konë ftop, aja ka qenë me kustan të parë, shkurt, e me sandallet nalta, me tanka, kupton, edhe kështu, u duke non-stop lëvizje. Veç sot me po fotografinë e saj, e njo. Për afërsisht çfarë moshe kishte ajo vajzë në atë kohë? Flasim për 1999. Ajo atëherë ka mujt me qenë, po thojmë 20-21, hajde nështë 19-21, që se ka qenë shumë e lodhën, edhe ka qenë fustani i bardh, ka qenë e zhytne, apo kupton shumë u konë një që unë e thësha gjyna, kjo ka dollë këtë mënyrë, me fitu pare, unë e mendojsha me vetë vetën, ashtu ka qenë. Akto zhytne nuk e merë për kush, unë e mendojsha, apo kupton. Ama e kur mi ka dhonë cigaret mu, edhe kur ka thonë mos pyt shumë, non-stop edhe kur ka thonë me mu ka shiqu anash edhe mos pyt shumë, edhe u largu, edhe kur mi ka pru cigaret, edhe më ka thonë këto janë për ty, se ti je prej luftës, prap ka qenë e frigume, u vrejke që shiqonte non-stop, mos pa i shet dikush të folë me muaj. Këto janë fatkeqësirat e vajzave shqiptare në ato vite që fatkeqësisht janë trafikuar në Itali, në shumë qytetet e Italisë, kryesisht në Milano dhe në Romë, 2 vendet ku janë trafikuar nga shqiptarët. Këto janë fatkeqësira. E dashur Merita, ndalemi te rasti i Gjermanisë, të një vajze që është gjetur trupi i saj pa jetë në kufi, më them mes Gjermanisë dhe Italisë. Çfarë folën mediat gjermane më pas? Ndoshta ai ngeli një trup i pa identifikuar, por çfarë u bë me ato kufom? U varrosi varr pa emër aty? Varr i pa emër. Varr pa emër. Varr pa emër. Por unë jam i sigurt. Gjithmonë e ku pas në kokë se, do me thonë me Unionin Evropian ata kanë mujt me ditë kush është përmes gishterendve. E qartë, e kuptoj. Edhe për ata i kanë, se nuk janë Gjerman të ashtu që nuk i vendosin një varr pa emër pa e ditë, edhe ata dhe ku foma vja marrin gishteren. Mirë po, ata dyshojshin gjithë qka u lidhë ke me prostitucionin në Itali. Ndërkohë, unë besoj që policia e ka një dosje edhe sot të këtij trupi fatkeqësisht të pa identifikuar që dyshoj se është shqiptare dhe vajza në atë vit 1999 ka qenë 20 vjeç. Mund të jetë bërë një analizë ADN-je. Dëgjoj,
ajo mund ka ndodhur edhe më herët, mund ka ndodhur edhe 97, 98, e 98 e kanë bërë dokumentarin, apo kupton se atëherë kur e kuptoni dokumentarin e veç ka qenë vorros në varr pa emër. Pra, trupi është gjetur në 97-ën. Po ma merr mend, nuk po më kujtohet saktash, veç 99-ën unë e kom pa dokumentarin. E unë e besoj që ajo ka qenë më herët, derisa u përgati dokumentari, derisa ato, muj me thonë që ndoshta edhe 98-ën edhe 97-ën ka ndodhur kjo. Gjithsesi, unë do bëj të pamundurën për ta zbuluar më shumë, do hyj dhe do e shikoj këtë dokumentar dhe unë. Do mundohem edhe unë përmes YouTube-s, se e di emisioni, përmes emisionit që është, nuk di ekziston më emision, se unë prej kur ju shikoj juve, dojherë dhe ju largoj, ju tham drejtën se tani patia po mban me ma kesh për vetën, dojherë një kohë ju largoj, për prap nuk mundem kthehem edhe shiqoj, se janë disa raste që unë ka ndodhur që edhe ChatGPT në kompjuter o zhet, sidomos ajo vajza ajo si e Blona Mata. Greqi. Blona Mata, Juliana Hoxha. Jo Juliana, po Juliana, besa dhe për Julianën, jo, para 2-3 vjetë ka ndodhur kjo ajo vajza Artemis. Vajza që u zhduk nga Greqia, Vlonjatja. Po, Vlonjatja. Beso që janë do raste që unë tash për shembull që më kujtohen hinë ChatGPT edhe i pes, a është gjetë kjo që më kujtohen emra dhe që e zakonisht marrë përgjigjet për ChatGPT-s, gjitha informatat pa gjurëm, e mbi programet e Italisë, gjitha mi qenë aty që kanë një kërku, për deri tash sa për farë informacione. Nëse bën pyetje në këtë chat, të dalin të gjitha përgjigjet që ne kemi bërë emisione dhe ju kemi dhënë përgjigje audiencës tonë, vërtet është dashur Merita. Gjitha ato që i kam pati jo, po. Por unë të falenderoj sinqerisht që më telefonove dhe ma tregove këtë ngjarje, këtë histori, për ta sjellë dhe ne në vëmendje, sepse në dosjet tona është një numër goxha i lartë i vajzave të humbur nga viti 94 deri në vitin 2000. Pra, kjo hapësirë kohore ka një numër shumë të lartë të vajzave shqiptare të humbura dhe kryesisht në Itali dhe një pjesë e tyre fatkesisht mund të këndruar dhe jetës, se nëse do ishin gjallë, do e gjeni formën, mënyrën për të lidhur sot në 2025-ën me familjarët e tyre, se është e habitshme, a mund të humbasin njerëzit sot ka plot forma për të kontaktuar. Dëgjo, Odeta, unë e mendoj tash po lidhna edhe përmes filmave, përmes dokumente, përmes dokumentarëve. Po, sa do ngjarje reale që vijnë. Përmes emisioneve tua. Zakonisht shumica këtyre vajzave dhe drogohen. Tani është koha, unë jetoj që 20 vjet jam në Gjermani, edhe kur kthena unë në qytetin tim Parizaj, shumë njerëz i kum harru. Ose kur flasu me shoqe, i kemi harru disa emrat shokëve klasës që kemi kanë shkollës fillore, po mendoj. Edhe unë është puna mos kontakti, edhe ato zonja, ato vajza, ato nëse janë drogu, edhe tash nashta kanë shpëtu, unë e shpresoj për shumicën që ato do të më kanë, nashta jo gjitha, uroj t'janë gjitha, edhe që do të më kanë ato gjallë, mirë po trurit i të në vëshfshin, mos kontakti shumica, se edhe fëmija tonë, nëse ne nuk ju flasim shqip, e harrojnë gjuhën. E vërtet është, e di, Merita... Unë kur kom shkrua, unë kom shkru për atë vajzën që e kisha pa, se unë e vi preferizoj Kosovë, e ofër familjes nënës tem, aty është një frizere, e te ajo frizere unë e kom pa, ato pa ajo u gjithë që i kishte qenë koma, kitëse. Po, bëjt fjalë për vajzën që ishte në koma, po. Po, se aty ofër është një frizere, edhe do me thonë, unë më një herë e kom dit, edhe ja kom qua sa i mas pare asë i frizet, ja kom qua i kom thonë ardita, e kom po breqtot e ti, a jam ka thonë po, e ke postet e unë e vinë krej qëto. Jemi nona jam është, jeton aty ofër, është një rrugic, mujna me thonë, aty për para unë e kom shku në shkolla aty pari. E qartë. Edhe është plot thoj se restorane, aty janë motelet, vogla, krejt, edhe gjitha janë vajzat nga Shqipëria që punojnë, po ma mërmendja që ato tash veç kanë kontakte, edhe kjo vajza që e pa ta pa në emision t'ju, unë më njerë më kujtu se e kom pa të friz, e kom taku edhe ja të regoj këse është për Shqipërijes. Është fatkeqësi në fakt, shumë nëna mua më telefonojnë që vajzat... Këtë vajzën prej Gjermanisë gjithmonë e kom pas
kry. Gjithmonë se, kër e kom pa dokumentarin, unë gjithmonë kom thonë, sa gjuna, vartë pa emër. Atëherë për shembull ka qenë mandej misioni ka qenë i Aidës. Po, njerëz të humbur, aty kam punuar dhe unë. I Aidës ka qenë emisioni edhe unë thësha, hajtë shpresojsha mos e ka gjetë dikush. Tani mandej ka qenë të emisioni jetë, pa gjuhën, edhe të ka më kuptonë po a ditë kur shkujta për advisor, në moment merë dhe që kjo thash, pse mos ta ceki unë këtu, ndoshta kanë tani person që e kërkojnë me vitet e tona. E vërtet, dhe bërë shumë mirë, prandaj të thash, të falenderoj që më telefonove, na i tregove këtë ngjarje që të aktivizohemi dhe ne për të zbuluar diçka, për të mësuar edhe dosjen që ka policia në Gjermani pikërisht për këtë kufom që ka gjetur para shumë viteve, dhe ndoshta ndonjë shenjë, ndonjë detaj apo qoftë edhe çfarë mund të kenë mbajtur në dosje, mund të na ndihmojnë ne. Do mundona në YouTube mos përgjoj. Nëse e gjej ata, do mundona aty përmes YouTube-s me po a moj diçka na informata, diçka për shembull, nëse mojnë diçka me bë, atëherë do ju lidhi juve. E dashu Merita, Urna. sinqerisht falenderoj nga zemra, por desha të pyesja pak edhe juve. Më tregove në fillim që lufta e Kosovës ishte e vështirë dhe ti, një vajzë e re, familja të nisi në Zvicër. Ka qenë një udhëtim i vështirë besoj, momenti sa dole nga Kosova. Unë i kujtoj fare mirë ato fragmentet kur i shikoja në TV-shën, në televizionin shqiptar, se si kosovarët, shqiptarët, me nëna me fëmijë në krah, me rroba, të vendosur rresht që dilni nga Kosova për t'i shpëtuar luftës me serbëve. Një ngjarje që ka ngelur në memorien jo vetëm të shqiptarëve të Kosovës dhe të Shqipërisë, por unë besoj të gjithë botës. Dua të më tregosh për atë moment. Unë punua dhe si moderatore kom punua në Kosovë. Të kam kolege. Po, nejse nuk e ushtroj ma punat, e ka qenë televizioni Liria, e ku pas do herë ka ndodhë edhe ditarin, kur s'ka pas, zakonisht e ku pas një emision Promenad Verës, se unë jam edhe aktore e Teatri Qytetit, po flasë për para. Kur ke jetua në Ferizaj, e qartë? Para 20 vjetër. Po. 20 vjetër, po. Edhe në atë ku, unë e punojsha të largum gjithë prej punës, e vetëmja unë e punojsha, isha vajzere, 19 vjeqe, edhe punojsha me një furë, duke në orën 5 mëngjes më zgju që në 6 më hap fura. Në furë klienta shumicët i kishëm sërbë, aty ka qenë gjygji, komuna, edhe ti s'ke pas qare pa ju pushesh aty në vose ka ndodhë që për shembull aty shefi ku punuone, a i ka qenë shumë zemër bardh, edhe a i ka di që shkon puna, na kemi po poshtë podrom, kemi pa ushime edhe për uqëkën, edhe ti në zi kemi quë. Jo, one po i kanë marrë njerës. Na i përgatishmi ato krejt qka si. Edhe vishin për shembull inspektoriati edhe aty për aty denoj ke ty s'kishe qare pa i gjetë, te marrë shembull 200 euro. Mirë po nësë kom pas probleme se ata të dhashin dokumentin edhe shefi e ditke. Ta shu duke atër në atë ku ka qenë dora zezë. Cërnaruka sërbisht, dora zezë. Ata vjenë cilë, gjdo ku kanë gjetë njerës, kanë vra. Ishke dimër edhe ishke terë. U duke baba jam më qu më punë, edhe mandeja i më këthyt i shpia, a unë me thirë telefon, atër me telefona fix, me thirë telefon babën, a kam rria i gjallë të shpia. Nuk i kisha pa tjetër me punu, se veç unë punaj isha në familje. Largun prej punës, baba, nana, krejt. Edhe u kon friga, kanë dollë që baba jem, qëtë ke mu përpara dhe më kapke kështu, unë e disha pse. Edhe një moment isha vajzeri e pukur, flokët e gjata, kanë dollë për shemë të kanal polici, ta ka tutën këtu, ta ka qu bluzën, loj provokimi. Edhe ko unë kom ditë, unë e të bokratishtën e ditë perfekt, se jemi rritë përpara. Na që jemi në qytetë Kosovë, ne i dim gjuhën krej si jemi rritë bashkë. Sot kanë ditë Shqip, ne kemi ditë qysh si fmi. Kanë ndodhë që për shembull më kanë nalë policia se kom pas e ti një uftimin edhe më kanë bo problem. Jo, ti rrën, ti nuk je shqiptare, ti ose sërbe ose rome. Shbukër e letë sërbishtën. Edhe njëherë për vllai ishte, vllai i majri se one edhe e të gjojnë në nanën tem të folë, do të mja prej flokë, për mu
Me shëmtu, ma shkurt se gjithë shka mund në ndodh i presmi gjdo moment kur da hin brenda, ishëm qendër qytetit në Ferizaj. Edhe vëlla jam po thotë do e gjojmë një lidhje edhe do e marrë meritën. Se e kisha dhe motrën tjetër, pa ja ishte ma e vogël. Edhe u bo puna, e gjetën lidhjen me do vajzat shtimës aty afër neve, edhe nëjse fjallët janë ndryshe për më të qu, e ndryshe dalin tani gjatë rrugës, a bëgje, se kemi hitë edhe në kam shumë fjallët s'kanë qenë për shemë në qëto, mirë po 2 ditë 3 kemi bërë rrugë, për Sarajev, dikon kemi flejt një natë në Kroaci, a Slovenini natë tash ko marruvish, e ditë që fundi ka qenë Milano, se tani në Milano ka ardhë muë, më ka marrë bosi i njerëzve që i qitke, ka dalë që është burri shoqës teme. Doli njëri i njohur për ty. Edhe aja kur ka kuptu përmes motrës sajna atë në shtime, aja i ka thonë, në turën që është njësë është edhe Merita e Ferizajt, aja ka thonë qysh, edhe e ka që burin e vetë, që unë e di, aty ku jemi kanë, ku po thame kuptakuat vajzën, e di që njani për të në ka thonë, ti bësh gati, edhe ty vjen të merë dikosh. Unë të një frigu aty, se unë nuk e kom ditë kush vjen në verë muë. Apo të thëshë unë nuk po du më do për i grupës, unë po du me juve krejve mu konë, që ka qenë, ka pas gra, nana, gjyshe, loj njerës ka pas. Unë e dësha mu konë, se dësha vetë vojzë dhe kure pasha atë vojzën për i sarandës, e me ndojsha dhe vetën atë pozgin. Edhe po vjena i një djali i ri, i dheshon veturën e mirë, unë edhe atë u frigova dhe ma shumë, kure pasha të ashtu, edhe tha unë jem me i diu, o prezentuaj, edhe tha ti e Merita me siguri, thash po, tha ti dush marrë me mu, thash jo, po mjanë shumë keshë, me nuk vi me ty, unë e di, me këta po du. Edhe ai po kesh mu edhe po thët pasu frika, unë jam me i dia, unë jam burri Norës. Edhe unë e pësh cëla Norë, thot Nora e shtimës, edhe mu më kujtojt që Nora është e martume në Itali. Edhe thamë unë po, thot unë jam burri Nora, se mu më ka dërgu Nora më të marrë ty mësë më të lanë, e ty unë e qesë si kur zoja një në Zvicër, ju si këta tjerë, apo kuptan. Edhe unë e të thamë, thash, po vjen keqa, ma unë nuk po du mu do, ishte një grue Prizrenit, po du kësoj lukës me ndimu, si ku që i kom ndimu, të i tash, ta ti nuk kom beson mu, po shto që zo beson, ta ba e di shajdi, po e trasum Norën. Edhe e ka tirë gruën e vetë, edhe ma ka dhonë në telefon, edhe jam ka thonë, o i shtrik, më së banë barak të te one po vjetë. Edhe ka, unë tani kom nejtë e Nora trine, se nuk kom lon ka, jo, rresi jam mërzit, që sa vjetë jam kon Kosovë, ma ki jek mallin e Kosovës, tani mas trinetve, ajo me burin e vetë më kanë marrë vetur, edhe më kanë dërgu deri në vloja. Dhe kem bërritur shëndoshe mirë tek vllai. Po, kom bërritur shëndoshe mirë të Odeta, ama kom dëgju mas andej, kom dëgju që ata njerë që kanë qenë me grupë nuk, kanë hes nga për komo kjastë të Italis, aty për kanë hes për pjetë shumë orë, e të pojshë dhe shumë orë, kanë hes shumë, edhe ata kanë dalë gjithë, kanë dalë asi. Mirë po unë tani kur isha vojës me planet më dhoja, edhe mas luftës, unë me njerë u ktheva, nuk mujta me qëndru, edhe pse unë vjen puna tash me jetu mu këtë kohë në Gjermani, unë e kisha myt në atë kohë dika. Dhe desha të pyesja, ti qëndrove në Zvicër dhe kalove në Gjermani, apo pas lufte me njerë u ktheve në Ferizaj? Me njerë, jo, pas luftës u ktheva unë në Ferizaj, tani kom punu edhe në polici, Ferizaj si asistente, po, jo police, jo asistente, edhe tani, o dashurova, o martova, o deshva, o Gjermani, tash jam Gjermani, kam 2 fëmijë. Dhe me jeti kesh, dhe ke 20 vite që jeton në shtetin Gjerman. Po, 20 vite. Jetesa në Gjermani është më e mirë, besoj, se në Kosovë dhe në Shqipëri kjo nuk diskutohet. Unë pram, po tash nuk po kujtohet ato pshanet, anë klan Kosova, e pash një emision, jo e pash një pjesë aty që një si loj reklame që tha dikosh tha një intervist, besa një intervist në rrugë, tha dikosh tha ata jetojnë për me ongre dhe për me pi e këtu është jeta. Seriosisht Odeta. Unë tash me 10 ka me shku në Kosovë, në pushim. Edhe momentin në aeroplan kur thot jemi mbi Prishtinë, momentin që thot jemi mbi Prishtinë, krejt stresi, krejt lodhja hekët. Një vend që
po unë kom punu në Kosovë ton jetën, prej moshë 16 vjeçare kom punu. Një vend që punon edhe nuk lodhesh, edhe që ki mundësi për gjithë shka, unë e mendoj që është Kosova edhe Shqipëria, sonë edhe Shqipëri vi shpesh edhe i di jetën që është. Nuk është jeta e keqe, nuk ban më anë ku këto, se shteti Gjerman e ka hap dyrt, e na kanë ndihmu, mu personalisht më kanë ndihmu shumë në gjitha aspektet për shembull, edhe krejt, ama jeta si jetë, nuk është jetë. Nuk është jetë. Unë i kam fatin, e kam motrën 20 km prej meje, dhe kam një motër tjetë, ajo është 4 orë për këtu, fatin i kam që ato vinë shpesh, shkoj me ato shpesh, se për ndryshe këtu edhe është me pas edhe kujdesin edhe me njerës të huj, nuk mund është më shoshnu me ti njef, ama më shoshnu shpirtnesh me dikanë si kur Kosovë e Shqipëri, nuk mundet se këto është pak i matë ndryshe është. Por fëmijët që kanë lindur aty nuk duan të kthehen në Kosovë. Jo po, mandej, kur e dëgjova që të intervjistë unë dala dhe mendova pash Laura dhe Leoni sa e dojnë Kosovën. Vërtet e dojnë shumë. Edhe këta më thojnë, ma pse na jena këtu, pse na nuk jena në Kosovë si Armala, si ata, të familjes tonë tjerë atje. Edhe thash, kur qkoj tash verës Kosovë, ka mu interesu me këqyr, qka mu i me bona atje, që më edhe mu këthy, me jetu në Kosovë, për deri sa thmija, se ka me artë një mosh, një ku, kur edhe thmija mësohën këto, su kur onë që mësu në Kosovë, për shembull, kanë me artë veç, edhe thash bashkë këshyrit, baj diqka, këshyrit qfar mundësie të ka tash në Kosovë, se 20 vjetë jam lak rjeva, për shembull, nuk di qka shkon qysh gjanat për me punue, edhe thash sa thmija, se thmija e dojnë Kosovën shumë. Dhe ti e mendon që një të ardhme të kthehesh në Kosovë? Jo, e mendoj për prof komendu që një të afër me të ardhme. Bashorti është shqiptar nga Kosova, nuk është shtetas Gjerman. Jeni të dy shqiptar dhe e mendoni, dhe më vjen mirë që e mendoni që të riktheni në vendlindje, sepse këtu në Shqipëri po ndodh një fenomen shumë i keq. Po ikin të gjithë dhe nuk ka më rini. Janë mbraktisur fshatrat. Këtu shoh njerëz për shembull, përpara ka qenë ideal i Shqipërisë në hyjmen ku kom jetuone, edhe ndërkohë ka dëgjuaj mu me siguri ka kalu këto parja që dhe më cingron zile dhe thotë unë jam prej Shqipërisë edhe s'kam internet, a mund që më adhon internetin e Shqipërisë. Do kjo ka qenë para 2 vjetë. Edhe internetin, edhe e kom dëgju shpesh herë, kur si ka par jetë i mirë, shkallohet ke me siguri falke me internet. Po mu nuk kom pengoj ka, kur gjojq, edhe tani njëre pa ta pyti thash, po qysh, ka jo arti, qysh kjo arti këto? Edhe a i po të regon, tha, me vi studentore, mirë po tha me punu, po s'po da japin paret, s'po dalin paret, krejt. Është gabimi shumë i madh i njerëzve odeta që mendojnë që Gjermania i ki gjitha kur vish. Është ka ndodhë, o përflasë për Kosovar, që kom dëgju raste që e kanë qit edhe shpijen ose banesën, edhe krejt për më arë këto, i kanë majt pak muj, edhe i kanë këthy. Ata veç hargjime kanë pos, ata s'kanë pos kur farë fitimi për shembull. Ose për shembull, dëgjoj une që mendojnë, që personalisht për mua mendojnë njerë që zotit e unë i kam gjithat mirat. E punoj unë, e punoj bure, unë duon edhe thmija, diqka punoj nga i weekend, nga i diqka si ta janë shkollë, studime, edhe do dhe rasti për shambull që thojnë, faj, si ti ki pare. Ata mendojnë që unë i kam milionat. Unë ndoshta i kam milionat zemrë, se e kam zemrë në madhe, mirë po nuk kjo është qajo që, ose mi thonën e dikujt, dëgjoni, më dëgju ti mu nuk shkon kur në Gjermani. Unë flasë për Gjermani. Ata mendojnë që unë nuk ja du të mirën edhe... Të besoj. Kur i tregoj unë për shembull e ki 2.800 euro rrugën, që ka pagun banese dhe krejt, edhe në fund mesin 500 euro të mesin në fund prej rrugës, atëherë ti 500 euro vi pas Kosovë ki shtëpin tone, ti s'pagun qiro, zakonisht Kosovë gjithi kanë shtëpijat e veta, atëherë ku t'jam spjegojnë e këto gjana, ata krejt mendojnë. Mi po tani kur t'vi këtu, atëherë shojnë, merita pas ka pas drejt. Nuk është e letë. Për shembull ka vdek baba, ka qenë Covid, koha Covidit, atëherë ka qenë fillimi shkurti i Covidit, pa të fillue, o deshtë me motrën edhe vajzën e ku pas shumë qëtë me babën edhe kjo vdekje me... E di shumë që është para vdekje, se ka qenë
78 vjetë, po i smur ka qenë, edhe i dishëm e prej Covid-i, i dishëm që edhe ronë koma, vetë ronë koma, jo mjek, po vetë ronë koma, edhe do ishëm e po edhe njerë gjallë. Na obligun, atëherë ka qenë me shku me një qytet tjetër këtu afër Düsseldorf, me bë testin privat, me prit 48 orë përgjigje, për me ateru nëse je negativ, për me hyp në aeroplan me shku në Kosovë me babën. Na shku me motrën edhe me vajzën tem, pritëm s'di sa, henëm aty, banëm testin krejt, derisa na dul neve rezultati baba jam vti që vërës. Dhe më vjen keqë. Po, ato kanë ndodhë mo, ama këto janë gjana që për shembull mas pari kjo, ose tash për shembull e kam nënën 82 vjeqe, shqyqër Zotit ka me kanë jeton, i ka gjithat mira, po ka një moment të besoj, që të mungon e ke largë. Që të mungon, për shembull para në mars, ja kum dzirë biletën, edhe si kom tregu heq, edhe i fish me motrën si kom thonë, edhe ato kanë qenë preferizoj të shku Prishtinë, ka marrë motrat e shtëpiave, edhe i thash, non, ako vjen Gjermani, tha, jo njëherë jo, ajo mu, thash ti non deq, njëherë jo, nesh njëherë po, nesër, edhe ki ko, thash sa dushe, në orën 21 mbrëmje ki aeroplanin, unë ta kom dzirë biletën, po nëse nuk mundesh, mos u ban marak, se s'ka qenë bileta forte shtrejt, për dime, ishte 70 euro këtokën, ta mos u ban marak. Edhe motra jam pi thot pse, edhe kur ka orë këtu, tash edhe fëmija me mundohën me knaq, se ishte dimri, e u pat smu, nuk mujti mu knaq, e mora pak në pranverë me dojnë me po pak më shumë. Edhe sa ke këtu, kur shkoj prap murdhem, për shembull, nona jeme, është një zonje vërtet, 82 vjeqe, po ajo, unë po rri kështu, ajo rri kështu. Bravo! Edhe, kur u përgadit për me shku e pjasho qanta, ata ditë edhe pjasho një qantë të vogël, u fjalla për dimrit kur ka qenë, një qantë të vogël edhe pa tiket. Ta i ku marë kur dalë me hec. Për mes atyre mu ba pik, që aja nuk mujti me gëzu, se u smup, pat një gripi dimrit e kapi edhe një mujdit, 3 jave majtëm këtu me mjeke me gjithë shka, dy kura u frigonëm që po vdes, edhe këthim Kosovë, shkoj motra e qaj Kosovë. Edhe tani mu kujtej ki mu, edhe tash ti merë qantën e vogël, për me qitë kështu, tash edhe me ripa tiket, se tash është shirë koha, është koha shumë e mirë, edhe vish të hitë ki me nejtë. E tani e mora, për që ta po thamë, nuk është qysh... E mendojnë emigracionin, e qartë, është i vështirë, nuk është fush me lule. Tani ka edhe kohën e fundit edhe këto mos siguria është shumë e madhe e jetës. E vërtet. Gjithsesi, dashur Merita, unë të falenderoj nga zemra që u lidhe me mua, të uroj jetë shëndet dhe qofsh nëna më e lumtur. Faleminderit gjithashtu edhe për ti uroj gjithë mirat. Dhe do mbetemi kontakt dhe të përqafoj nga Tirana. Të gjatë dita, nëse për mund që duhet diçka për Esen, unë jam afër edhe Düsseldorf, në aeroport Düsseldorf 18 minuta e kam, qka më i më ndihmue, lere shmore, shmo më thirë, registrohë numërin tem, qka më i më ndihmue, kam me po. Mirë po edhe për Ferizaj, se jam qatë ma halë me atë frizerën që mujna mi qitë krejtë. Sinqerisht të falenderoj nga zemra, për çdo lloj ndihme që më jep. Të përshëndes. Qka më i me gjetë për këtë emisionin do t'i dërgoj. Shumë faleminderit, kështu që do jemi në kontakt dhe të përshëndes e dashur. Përshëndes, me përqafoj shumë gjithë mira. Edhe miropafshim. Mirë të dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndrojtë me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live më odetër, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 9955 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër. Mirupafshim.